E pa ta pyet tash kur kthehena në Kosovë, çka me bo? Profesionin e gazetarit edhe gazetarisë e kom fillu në Turqi. Unë një periudhë e kom kalu në Turqi, prej vitit me pauza, po hajde s'funit 95-99. Atje kom qenë edhe mësuesi basketbollit, po njëkohësisht edhe pa ta fillu një bashkëpunim, faktikisht të mësuesi, unë mësuese quj, Indjeri Ismet Bademi, që ka qenë një prej figurave më të mëdha të cili gazetari, cili e ka nda gazetarin e basketbollit, po e theksoj, nga gazetaria e sportit në Turqi. Kur ki thonë gazetari sportit Turqi, ki pas parasysh futbollin. Ka qenë si ma, futboll, për ta sporti, kur ta vetëm futboll. Okej, edhe kjo e ka nda. Ka punu shumë, ka pas emisionin Asistin e tjere në Kanal D dhe ka pas të përjavshmën e vetme për basketbol, e cila është botu çdo të marte, në botë, jo vetëm në Turqi, po në botë. Çdo javë, do thonë magazine e basketbollit e shkrume, natyrisht sot Vona ajo është përnda krejt botën. Jo, po thëmë vetëm në Turqi, po në botë nuk ka pas. Nuk ka pas, e vetë një ka qenë përjavshëm. Po edhe me djalin e ti, Burqinin, ne kemi qenë, a dhe themi, bashkë me lusë të një shkolle atje, Akademik Basketbol Okullarë, shkolla e basketbollit akademik, në Turqi, njëkohësisht baba e tje ka pa shkasin, talentin, e tjere, edhe më ka ofru që përveç procesit të mësimit, dhe me thonë trajnimit, me bashkëpunu edhe me te dhe me janis gazetaris, kështu që e kom njësë atje. Me shkrimen Fanatik Basket e ka pas emrin ajo gazeta, edhe si, edhe teme praktikant, edhe asistent në emisionin Asist në Turqi të Ismet Bademi, një figure jashtëzakonshme, një rocker në shpirt i cili ka ndru jetë fatkeqësisht para 4 vjetëve. Dhe më thonë, këtë qenë pjesë i bjene i Kanal D-s? E emisionit i cili është transmetu në Kanal D, sepse ajo ka qenë produksion privat. Edash, mirë që e përmende, pastaj je këtu në Kosovë dhe je bo pjesë e këtë para se më këtu në Kosovë kemi pas një diskutim me të ndjerin Ismetin, mentorin tem, pa ta pyet tash kur kthehena në Kosovë, çka me bo? A me vazhdu profesionin e mësuesit basketbollit, që ka dallim mes mësuesit basketbollit edhe trenerit. Mësuesi basketbollit punon me fëmijë, i përgatit edhe i bon gati për trener. Me thonë, s'kom pas nerva kur me qenë trener e basketbollit, thonë me se njerë për shumë arsye, gjithmonë kom pas qef me marrë fëmijët me mësu edhe me i përgatit edhe me i përcjell tutje.